Një aksident me pasojë fatale ka ndodhur këtë të ende në fshatin Qungur të Pejës, ku për pasojë ka humbur jetën një person dhe një tjetër është plagosur rënd. Viktima është Elidon Kelmendi, vëllai i reperit të njohur shqiptar Besart Kelmendi, i njohur me emrin artistik Gjesti, si dhe fitues i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Sipas informacioneve paraprake, aksidenti ndodhi rreth orës 14 të mesditës së sotme, ku një vetur është përplasur me një motor 4 rrotësh. Nga përplasja, humbi jetën Kelmendi në vendin e ngjarjes, ndërsa një tjetër me inicialet KB është dërguar me urgjencë në spitalin e Pejës në gjendje të rëndë shëndetësore. Mësohet se ai po nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të mëdha në opinionin publik, veçanërisht mes ndjekësve të Gjestit. Kujtojmë se për konkurrentin e Big Brother VIP Albania 4, Gjestin, u organizuan edhe shumë protesta pranë ambienteve të televizionit Top Channel. Hey miq, përshëndetje. Sot është organizuar një mini protestë, le të themi, pranë ambienteve të një televizioni shumë madh që është Top Channel. Jam mbledhur shumë të rinj për atë çka po ndodh brenda këtij televizioni. Ta mendojnë se po krijohet një lloj ndasie në thojza mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pra, ne të gjitha trumpetojmë dhe themi që ne jemi një komb, jemi një flamur, pavarësisht se kemi një kufi dhe kemi një flamur të ndryshëm, por jemi Shqipëria e madhe. Jemi me personazhe më të famshëm të TikTokut, Ngreca. Pse keni ardhur sot këtu? Ne sot kena ardhur këtu për të përshëndetur në radh parë vëllezërit tanë dhe motrat tanë Kosovës, me përshëndet gjithë njerëzit që na duan, gjithë njerëzit që na mbështesin, qoftë mu, qoftë Gjestin, apo qoftë çdo person që është i drejtë dhe çdo person që i bie në qafë. Kena ardhur me i tregu të paktën politikës që ne nuk jena viktime juaj, ne jena forca jonë, ne do t'i tregojmë që ne të paktën, ne si tiktokera jemi quajtur se kur jemi shembull i keq për rinin shqiptare. Ndërsa kjo që po ndodh Big Brother në disa gjeste është treguar që shembulli më i keq, jo vetëm për rinin, po për gjithë shqiptarët nga më i madhi deri tek më i vogli. Se aty po shajnë edhe po shajnë dhe po ofendojnë njerëzit edhe askush nuk reagon. Të paktën ne s'kena forcën fizike, po kena forcën e fjalës dhe kena ardhur me tregu që ne jena këtu për të mbështet më të mirët dhe më drejtët. Ti mbështet kauzën që këto po dalin kundra Gjestit, po bëjnë ndasi Kosovë-Shqipëri. Kundra Gjestit, kundra përçarjes Kosovë-Shqipëri, se dikush e shikon që na ka ardhur një mysafir në Shqipëri dhe ne nuk e mbështesim, ne nuk e suportojmë si duhet, atëherë ne tregojmë dhe veten tonë që ne si jena shembull i mirë, nuk jena mikpritës, nuk jena dashamirës. Kështu që unë kam marrë dhe për kauzën e Gjestit edhe për kauzën e politikës Kosovë-Shqipëri. Politika jon do që ta mbylli TikTokun. TikTokun, të paktën kjo është për treguar politikës, domethënë që të paktën kjo është vetmja forcë që ne kena, është forca e fjalës, ne kena nëpërmjet TikTokut. Nëse ne na mbyllet dhe TikTokun, na mbyllet dhe forca e fjalës, të paktën çka ne kena mundësi si popull. Ne jena të paktën të poshtruar, jo, po jena të paktën të nënshtruar rreth politikës, rreth drejtës fjalës, rreth drejtave tona. Kështu që në mënyrën tonë kena me shpreh TikTok. Nëse na mbyllet dhe TikTokun, na mbyllet dhe drejta fjalës. Po këtë shteti e ka dorë, nëse është të arsyeshme, le ta mbylli, kjo është e drejta shtetit, ne jena pjesë të këtij kombi dhe jena detyruar ta respektojmë dhe të vlerësojmë gjitha mendimet e shtetit dhe kryeministrit ton. Një mendim tërësi për atë çka jemi mbledhur këtu dhe ata çka e përfaqësojnë, pra pjesa paskuintave në tërësi. Mendimi im është kështu, në radh parë stop bullizimit për çdo lloj personi apo për Gjestin. Për çdo lloj personi. Në radh dytë me tregu që jena njerëz të mirë, jena njerëz pozitive, s'duhet me bë keq. Në radh tretë duhet jena shembull i mirë, jo vetëm për rinin, por për gjithë Shqipërinë me aq sa kena mundësi. Se gjithë kena bë gabimet tona, po të paktën vjen një kohë që njerëzit ndryshojnë, reagojnë edhe duhet bëjmë më të mirën e mundshme për Shqipërinë, për vendin ton, për njerëzit ton, për gjithë çka na rrethojnë. Faleminderit shumë. Lutem, kënaqësi. Gjithashtu kujtojmë edhe shuplakën e Jozit, e cili e hodhi në tokë Gjestin natën finale të këtij programi, ku Jozi dhe Loredana ja larguar nga shtëpia e Big Brotherit. Para daljes, Gjesti ka dalë te dera duke bërë shaka me ato lojrat e tij dhe kjo ka shkaktuar një irritim ndaj Jozit, i cili e ka goditur me shpull. Rozana përmendi disa herë që mos e hap derën, ndërkohë që Gjesti e priste tek dera Jozin. Jozi këtë gjest nuk e duroi dot dhe e goditi me shuplak, teksa ky i fundit u përplas pas murit dhe ra në tokë, ndërsa Jozi e shau. Se kam parë, them drejt. Jozi goditi me shpull gjest. Gabim shumë i keq. Ka godit shqiptarët apo kosovarët? Ja, është ulje për gjithë. Si e vlerësoni atë veprimin e këtij Jozi ndaj Gjestit? Asta ti.
Ati është Bërdello. Me Gjestin apo me Jozin? Gjestin. Gjestin e Jozin bëm ndaj Gjestit. Që ki ullët, po s'ka një. Qa mendimi keni për Gjestin e Jozin ndaj Gjestit? O shumë sjellje e gabume, e pa tolerueshme, pa faqme. Shumë keq ka bo që ka vepruar. Mendoni se është një impulsivitet i momentit apo ishte organizuar? Po është hera e dytë që pesëlmon Gjestin Jozi. Nuk është hera por, ai ka dolë edhe nërë me zarzivre atujt. Është për shkak të lojës, nxehtësi e lojës, nxehtësi nervash, loj nervash. Loj nervash moment, po Apo pse erdhi këtu nga Kosova dhe po bën show? Ka lidhje nga Kosova? S'ka lidhje këtu, s'do të më ngatru gjërat në aspektin kombëtar, po shumë keq ka bo që. Shohin në rrjetet sociale që ka shumë komente, sharje, ndarje kombëtare. Edhe sharjet janë të momentit, ne jena në Europë, Kosovë kam shëndetësat. Jeni për Kosovë? Po, Kosovë. Si ju duket Shqipëria? Shumë bukur. E keni ardhur për qef? Veç për qef. Qofshi mirë, kalofshi bukur. Gjithë mirat. Keni ardhur protestë mbështetjet Gjestit? Jo, se mysafir nga Kroacia. Mysafir nga Kroacia. Keni ardhur për qef? Për qef. Si ju duket Shqipëria? Super. Unë për ndryshe jam shqiptar, kosovar, po mysafir t'i kam nga Kroacia. Mbrëmt në Big Brother VIP Albania ndodhe një gjest ndaj Gjestit. Jozi goditi me shpull Gjestin e Big Brother e Kosovës. Se kam por. Faleminderit, qofsh mirë, respekte. Jozi godet Gjestin me shpull. Si e komenton? Me Gjestin jam, po nuk trafik. Toni Gjestin e Jozit ndaj Gjestit mbrëm. Se kam parë. Lajmet. Shumë të këqia janë. Shumë gënjeshtra mashtrime ka. Jena për dhe emisionet Po, i shikoj dhe ato. Big Brother, Ferma VIP. Big Brother është pa edukat. Okej, qa edukate ka për familjen? Më trego pak. Çfarë edukate do të marri një familje me një Big Brother? 2 punë kam punuar në Amerikë. E filloja që në orën 4 mëngjesit, edhe lija në orën 10 natës. Çdo gjë është dhe mashtrim. Me thënë drejt, shko ti thua ti fresh, ose janë bio. Qa bio janë ato? Nga e di që e bio. Atje s'ka një stamp. Shkon e shikon, nuk ka stamp. Amerika e vlerëson Shqipërinë. Ka dhe Sazanin në Shqipëri që e ka shumë të mirë. Sazanin e dëgjova që e ka marrë dhëndri i Danosë. Faktikisht unë tani kam ardhur. Por faktikisht unë nuk ndjek asnjë televizion shqiptar. Vetëm e shikoj në gjuhë anglisht. BBC and some different kështu. Por nuk më pëlqejnë. Qa s'pëlqen për shumë tek televizion shqiptar dhe qa duhet ndryshuar? Unë më pëlqejnë ato lajmet. Lajmet? Shumë të këqija janë.